Sot në ambientet e teatrit u mbajt konferenca për mediat në kuadër të festivalit Lulebor, një nga aktivitetet më të rëndësishme artistike që mbart vlera të veçanta si në nivel lokal ashtu edhe kombëtar. Organizatori Pandi Laço foli për rëndësinë e festivalit Lulebor, një hapësirë e veçantë për muzikën shqiptare. Ky event, ky aktivitet kaq i veçantë, kaq unik, kaq i bukur, i cili zhvillohet në Shkodër dhe mendoj që është një nga eksperiencat e veçanta që nuk ekziston në një qytet tjetër. Ky festival i cili sjell ose kërkon të sjell muzikën tradicionale, muzikën popullore, muzikën qytetare, në vijim të një tradite e cila ka filluar shumë herë. Si vjet u mendua që të vim me një grup tjetër artistësh, me një staf tjetër, duke filluar nga drejtuesit artistik, nga udhëheqësit artistik. Gjeografia është shumë e zgjeruar për gjeografia dhe kjo është një nga gjërat më të bukura që ka festivali Lulebor. Nuk është një festival lokal, por e ka zgjeruar shumë atë objektivin e vet. Drejtuesi artistik i këtij festivali Zef Çoba ndau detaje mbi përgatitjet dhe zbuloi se këtë vit do të prezantohen 16 këngë të reja, të cilat do të konkurrojnë në skenën e festivalit. Nga këto përorje për këtë vit janë zgjedhur 16 këngë që të jenë këngët që do ta zbukurojnë këtë fest muzikore, por sigurisht do të sjellin edhe atë që është në fund dhe atmosferë e festivalit edhe atë konkurrencë artistike që unë mendoj do të ishim të kënaqur të gjithë që të jetë pikë referencë të orientimit që të ketë ky festival edhe në vazhdimsi. Ka pas tendenca kërkimish artistike nga kompozitorë që shkruajnë muzikë në stile të ndryshme. Unë mendoj që skena e festivalit duhet të jetë e hapur për të gjitha eksperiencët, si mos gjuhës artistike që përdor secili krijues. Ajo që duhet na bashkojë do të jetë qëllimi që sipas stilit që shkruhet të ketë një farë identitet këtë trashëgimi, të kuptohet që ky festival ka një fizionomi të vetë. Regjizori Bojken Laku shprehu kënaqësinë e veçantë për të qenë në Shkodër dhe për të qenë pjesë e këtij eventi kulturor që bashkon traditën me muzikën bashkëkohore. Unë ndjehem shumë i nderuar që jam në mes të një stafi me kaq shumë cilësi artistike, me shumë peshë në historinë e muzikës, qoftë qytetit Shkodrës edhe në përgjithësi Shqipërisë. Festivali Lulebor sjell përpara publikut ardashës krime të reja muzikore që ruajnë dhe pasurojnë traditën e këngës së autorit të kultivuar ndër vite në qytetin ton. Festivali do të zhvillohet në datat 28-29 nëntor dhe pritet të sjellë shumë risi dhe surpriza për ardashësit, duke kthyer Luleborën në një festë të madhe të muzikës dhe kulturës shqiptare.